Kryeministri Edi Rama është shprehur gjatë fjalës së tij në konferencën e Organizatës Botërore të Mbikëqyrësve të Sigurimeve se rreziqet globale si ndryshimi i klimës, ndërhyrja kibernetike dhe luhatja e tregjeve kërkojnë një zgjidhje të shpejtë. Ajo shpreh se në këtë moment industria e sigurimeve është përballë sfidës për të kthyer rrezikun në rezistencë dhe siguri. Kreu i qeverisë shtoi më tej se vendet e vogla janë dhe ato që vuajnë më shumë pasojat e rreziqeve globale. Në një kohë ku e gjejmë veten të rrethuar nga më shumë rreziqe se sa kufi. Ndryshimi i klimës, kërcënimet kibernetike dhe luhatjet e tregjeve globale janë sfida që na ndikojnë të gjithëve dhe që kërkojnë prej nesh zgjidhje novatore dhe gjithëpërfshirëse. Dritarja për të përmbushur objektivat e klimës po mbyllet me shumë shpejtësi. Në këtë moment përcaktues është afërmendsh që industria e sigurimeve është përballë një sfide të jashtëzakonshme dhe po kështu është përballë zgjedhjeve shumë të vështira në një përpjekje për të kthyer rrezikun në rezistencë dhe në siguri të përbashkët. Rreziqet e sotme janë thellësisht të ndërlidhura. Për të siguruar një të ardhme të qëndrueshme, na duhet të përqafojmë një qasje tërësore ndaj rezistencës. Për ekonomitë më të vogla, pasojat e këtyre rreziqeve globale janë të amplifikuara. Vitet e fundit na kanë treguar se sa shpejt mund të trazojnë krizat ekonomikë tona. Ne mund të mos parashikojmë dot çdo katastrofë, por mund të fortifikohemi për të përballuar e për të rimëkëmbur. Evoluimi i vazhdueshëm digjital që po kalojmë synon të krijojë tregje më efikase, më të aksesueshme për sigurimet. Mbledhja zhvillohet për herë të parë në rajonin e Ballkanit.